që e zbukuron edhe është ajo më esenciale këtij muaji është me të vërtetë Kurani. A tha muaji i Kuranit, zbritja e Kuranit, domethënë asesi nuk do të më menu një besimtar që mi kalue pa leximin e Kuranit. Elhamdulillah që na tash si mualime në Kosovë e kena përmend edhe në misione tjera që e kena bërë si rregull gjithsesi çdo herë, çdo Ramazan e kena çdo mualime me xhamatin e vet organizon edhe mukabelen, leximin e Kuranit çdo ditë. Domethënë unë e kam fillu si vjet para Ramazanit, për arsye që me pas mundësi me kry, jo edhe me shti pak në rrjedha xhamatin të leximit, po edhe me pas mundësi me kry pak jo bashkë në ditë të fundit të Ramazanit, se gratë kanë ato obligimet e bajramit, e para përgatitja për bajram, me pas mundësi një 3-4 ditë para bajramit me përfundue leximin e Kuranit, me bë hatmen, me kry, për arsye se çdo ditë do të me lexu një gjuz. Domethënë do të me përfundue leximin e një gjuzit bashkë me xhamatin, në mënyrë që të gjitha me arrit shpërblimin e leximit të Kuranit. Për arsye se nëse lexojna një shkruan të Kuranit jashtë Ramazanit, i kena 10 sevape. Nëse lexojna në Ramazan, 70 deri në 700.